Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما يا رب العالمين. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sonte me dersin e 15 të radhës në shkencën e fikut, më përkatësisht nëse s'gaboj është dersi i 7 në kapitullin e namazit. Edhe i parafundit inshallah, na ka mbet edhe pas këtij do të jetë edhe në kapitulli i xhenazës, edhe e përfundojmë kapitullin e namazit. Sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për namazin e xumos edhe për namazin e bajrameve, me sunetet që i pasojnë. Shejku nuk i ka përmend, nuk ka fol për rëndësinë e namazit xumos, edhe nuk i ka përmend hikmetin e namazit e xumos. Unë inshallah i përmend shkurtimisht për shkak se libra në cilën jemi të bazu i përmend ato në shpjegimin që e bën. Sa i përket rëndësisë e namazit e xumos, janë dy hadithe shumë kërcënuese dhe shumë të frikshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose kanë me ndalu një grup i njerëzve lënien e tyre, lënien e xumos, që do të thot ose kanë me fillu me fal, me lënien e xumos, ose Allah ka me javëlos atyre zemrat. Thumme le jekunenne min el ghafilin, pastaj ata kanë më bo prej të shkujdesmeve, prej atyre cilët janë të pakujdesme. Ndërsa hadithi tjetër i cili flet për rëndësinë e namazit xumos është, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men taraka thalatha jum'a tahawunan taba Allahu ala qalbihi. Ai i cili i lën 3 xhumo rresht nga neglizhenca, Allahu ja volos zemrën e tij. Do të thotë janë hadithe mjaft kërcënuese dhe mjaft friksuese në lidhje me ato që i cili e lën xhumon pa arsye edhe duke qenë neglizhent ndaj saj. Ndërsa sa i përket urtësisë së namazit xhumos, sheku i përmend 3 urtësi që thotë njëra prej tyre është arritja e shpërblimit. Në namazin e xhumos ka shumë shpërblime që Allahu xhalla xhelaluhu i ka bërë të veçanta për dallim nga namazet tjera. E që disa prej tyre i përmend për shkak se është namaz me xhamat. Argumentohet me hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo hap i fshihet një mëkat drejt xhamisë, për çdo hap i shkruhet një vepër e mirë, ngritet një gradë te Zoti, e shumë shpërblime tjera që ka në lidhje me namazin e xhumos. Pastaj hadithi që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili vjen në çastin e parë ka shpërblimin sa një deve, ai i cili vjen pas tina sa një lop, pas ti sa një dash, pas ti sa një pul, tek i fundit sa një vedh. Këto janë shpërblimet veçanta që kanë bëjë me ditën e xhumos. Pastaj kanë thonë dietarët, për shkak se është e pëlqyer që besimtari në ditën e xhumos më shku herët. Edhe kanë thonë aq sa vanohet, domethënë aq sa i merr kohë pritja e namazit konsiderohet sikurse në namaz. Nëse dikush ka shku herët në xhami edhe pret imamin derisa hyn në hutbe, edhe e ngan ligjëratën e hutbes, edhe e fal namazin, këtë kjo i konsiderohet sikur kohë e namazit që i shpërblehet vazhdimisht. Domethënë ka shpërblime të veçanta. Pastaj është el istifade, Allahu xhalla xhelaluhu e ka bën namazin e xhumos që më konë namaz i cili përmban hutbe, ka ligjërat, e që në ligjërat ka dobi.
prej saj përfiton edhe ai ligjëruesi që përgatitet, që ka me ligjëru para xhamatit, imami në këtë rast, edhe ata që ndëgjojnë e që kanë të tedhkir për kujtim që normal që i bën dobi njerëzve. Dhe e fundit që ka përmend është ta'aruf, besimtarët njoftohen në mes veti. E njohin secili njëri tjetrin, kanë njëherë ndodhë që ja shprehin hallet njëri tjetrit, njoftohen në mënyrë që me qenë sa më të afërt me njëri tjetrin. Këto janë dobit që i kanë ose hikmetet, urtësitë e namazit të xhumos në përgjithësi që i kanë përmend dietarët. Ndërsa sa i përket një mesele që nuk ka përmend shejku është meselja që ka të bëjë me numrin e xhamijave në një vend. E kjo të nderuar vëllezër është pak çështje problematike për shkak se ju dini në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë veç një xhami. Edhe krejt me rrethin veç aty janë fal xhumat. Tash a lejohet më pas në një qytet të vetëm më shumë se në një xhami? Kjo është çështje që dietarët kanë diskutuar, sidomos dietarët e mëhershëm, edhe nuk e kanë bë aq lehtë sikurse e bojnë disa të mëdhenj. Domethënë përveç tani normal e përmend shejku këtu në raste të caktuara ku është pa nevoja më marrë xhamia tjetër, nuk i kanë zonë kjo xhami, s'ka pas zgjidhje tjetër hiç, për ndryshe namazi i xhumos duhet më fal në një vend të vetëm. Po me shtimin e muslimanëve është pa nevoja që më ndërtu xhamia të tjera, sikur për shembull që këtu në Stok i kemi 2. Sikur ti shkon që kjo e madhe, edhe i kish mjaftuar muslimanëve, i kish nxon krejt për një xhumo, atëherë nuk ish leju namazi në xhami tjetër. Kto duhet me kuptu. Edhe nëse janë 7 xhamia të tjera në vaktet i falim, shpërblimin ato të tjera të marrim me xhamat, mi për kur vjen çështja e namazit namazit xhumos, atëherë parsore është që më fal në xhamin e vjetër në ato që është kryesore dhe më e madhja. Po, përderisa kjo nuk i plotson këtë nevojat, atëherë inshallah lejohet që me shkurtimisht që me e fal edhe në ato tjetrën. Domethënë shejku i përmend disa mendime dietarëve të mëdhenj më herët që ka Abdullah Xhibrini që i ka taku vetëm në Medinë. Do të kum taku thot shejk Abdullah ibn Humayd, ka qenë për dietarëve të njohur në Saudi. Do të kum pa ke vet të shku të fal namazin e xhumos, sa më shku tash për shembull prej këtujt në Vrell, i ka kalu 3-4 xhamia derisa u shku te xhamia e vjetër. Ka thonë se s'm flan zemrën më falin këto që janë ndërtu më vonë. Përndryshe, inshallah lejohet normal të e përmend edhe që lejnë komisioni i Saudisë i fetvave ka leju këto. Kjo për shkak nevojës. Mirë po në esencë do të më qenë veç një xhami për namazin e xhumos. Këto duhet me pas. Pastaj kush është i obliguar me namazin e xhumos? I ka përmend shejku 3 mendime. Një grup i dietarëve thonë ai i cili e ndëgjon thirrjen e zonin. Edhe kjo është e kem përmendur në dersin e kaluam, është problem vllazni me përcaktuar. Tash ai i cili ndëgjon thirrjen, sa ka mundësi me arrit kjo thirrja e një muezinit. Jo të gjithë muezinat e kanë zonin e njëjtë. Jo të gjithë muezinat e kanë tani edhe distancën prej ku e thirrjen e zonit të njëjtë. Plus, çka tash nëse e thrasin me zonin me mikrofon, me zmadhus çodit bashkëkohor për shembull. Nëse na fillojmë me gjyku me këto, është tash problem. Kështu që është problem për kufizimi, nëse thojmë ai i cili ndëgjon e zonin duhet me ju përgjigj. Një grup i dietarëve thonë përderisa e ndëgjon e zonin duhet me ju përgjigj pa marrë parasysh distancën. Një grup i tjetër e përkufizojnë përgjigjen e zonit me fersakh. Në fersakh i bjen edhe kjo tash ka shumë mos pajtime mes dietarëve për kufizimin e këtij fersakhu. Fersakh i ka 3 milje. Tash 1 milje sa i ka shumë mendime. Shejku një që e përmend që i kom llogaritën i bjen 5250 metra. Domthonë 5 kilometra e 250 metra. Përderisa ai e merr asaj distance e ki obligim xhumon. Kjo duke i përmend edhe disa argumente që në kohën e pejgamberit alayhis salam ka pas prej atyre të cilët janë konsideruar beduin e janë prej larg që me fal namazin e xhumos. Edhe mendimi tjetër është
e me bon llogaritjen nëse ti e fal gjumon sot edhe kthehesh te vendi yt. Alo pat nxon koha, atëherë ti e ke obligim në gjumon. Domethënë përafërsisht 3 orë, 4 orë distancë ecje, qoftë kom, qoftë me ndaj mjatëllësimit. Që do të thotë që ka mundësi dikush më thonë 4 kilometra 5 e 6 e me pas obligim namazin e gjumos, më thonë edhe nëse ka distancë ko gja larg xhamin. Edhe kjo është praktikuar te na që ka ndodhur që janë për bjeshkve, janë kanë falë gjumon. Më thonë, edhe pse i ka marrë 2 orë, 3 orë, 4 orë kom. E që fatkeqësisht trit sot nuk e praktikojnë çdo, po marrin lehtësime jo që jo do të marrë me falë gjumon. Ai nuk udhëtar nuk është. Prandaj është i obliguar që me gjumon. Sa i përket numrit, sa do të më qenë numri i atyre që më qenë obligim gjumoja me ta, edhe këtu ka shumë diskutime mes dietarëve. 2 mendime janë të mëdhëbit Hambeli, që i përmend sheku. Mendimi i parë është që kushtëzohet me qenë numri 40 e përpjetë. Kjo duke u bazuar në një hadith që thotë që gjumoja e parë që është fal në Medinë ka qenë numri 40 e përpjetë i namazlive. Ndërsa një mendim tjetër është që kushtëzojnë 12. 12 nëse janë, namazi është i plot, 12 e përpjet. Këta mbështeten në hadithin ku tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dini fundi i surës Gjumah, thotë Allahu wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu. Edhe ata kur kanë pa ndonjë tregti ose diçka që ka i bën ata mu argëtu, kanë mësuar një herë kanë shku te ajo. E ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë gjatë khutbes tij ka ardhur një karvan në Medinë, edhe shumica e xhamatit janë dalë, e këto thuhet që kanë met vetëm 12. E që kjo është argument që me 12 bën me fal gjumon. Edhe pse pastaj e kanë kundërshtuar këtë mendim, kanë thonë se ata që janë shku janë kthy namazin e kanë zonë, që do të thotë që janë bëu apet më shumë se 12. Ndërsa mendimi tjetër është që namazi është i vlefshëm me 7 persona e përpjet. Edhe mendimi i Hanefive është që me qenë imami edhe 3 persona është namazi plot. Ndërsa mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymija disa të tjerë e që ka mundësi me qenë inshallah mendimi më i saktë është nëse është imami edhe është një muezin edhe është një person që i ndëgjon, atëherë namazi plot është inshallah konsiderohet namazi xhamat. Kjo për shkak se quhet xhem shumë. Përderisa janë bë 3 persona që falen një namaz, inshallah konsiderohet namazi tyne i saktë. I përmenda këto për shkak se janë mendime bazë edhe kanë secili mendim është i argumentuar. Vazhdon sheikhu thotë kullu men lazimathu al-jama'a lazimathu al-jum'a. E kemë përmend dersën e kalum ata që kanë obligim namazin me xhamat, që kemë thonë se sheikhu e ka pas mendimin që është vajib. Thot ata të cilët janë të obliguar që me fal namazin me xhamat, janë të obliguar me fal edhe namazin e xumos. Që do të thotë që ai i cili është i semur nuk e ka obligim, ose udhëtari nuk e ka obligim me këto që i kemë përmend në derset e kaluara. Pastaj thot idha kana mustawtinan bi bina'in, edhe këtë kusht e përmend në qoftë se është vendas në një vend i cili është i ndërtuar me shtëpia. E këto është mirë me pas parasysh, për shkak se dietarët i kanë nda se dia më përmend këto që i kanë nda në 3 grupe, po mos po jau komplikoj pak. Mëdhëbin Hambeli është mustawtini, është muqimi edhe musafiri. Mustawtini është vendas, sikur që dikush që ka ardhur me jetu tash në stog, është vendas i stogut, jeton këtu për gjithmonë. Ky është i obliguar me namaz, me xhamat, me xhumose me këtë. Muqimi është ai person i cili ka ardhur përkohësisht në këtë vend. Është student ose është punëtor që vjen 2 javë rrin, 4 javë shkon kthehet, ky është muqim. Ky e ka obligim me fal namazin e xhumos, mirë po çka kanë thonë dietarët, nëse është veç që në një vend, ose janë veç 2 ose 3 ose 14 kësina, veç kësina ka, atëherë se kanë obligim xhumon. Që është dallimi mes porës së dytës. Për ndryshe ky vetë si individ më bashkangjit aty në që janë vendas e ka obligim.
Këto me pas qenë. Edhe kategoria e tretë që bjen namazi i xumos për obligueshmërisë tina është ai i cili është udhëtar, nuk e ka obligim në xumon. Pastaj thot shejku edhe prej kushteve është e kryerja e namazit të xumos në vaktin e vet. E vakti është koha masi të futet koha e drekës. E përmendin disa dietar se ka argumente që lejohet imami me hyp në hutbe edhe para se me u fut dreka, edhe para zenitit domethënë. Mirë po namazi i xumos sipas shumicës së dietarëve duhet të falet në kohën e drekës. Domethënë e kem përmend kohën e drekës. Wa an takuna bi qarya, edhe që me qenë në fshat ose qytet, domethënë i ndërtuar një vend ku banojnë një grup njerëzve. Wa an yataqaddamuha khutbatani, edhe që patjetër është kusht me i parapri xumos dy khutbe. Të njohura që janë që praktikohen sot, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka praktikuar. Domethënë khutbeja e parë edhe khutbeja e dytë. Sa i përket gjatësisë tyne, shejku e përmend edhe thotë sa i gjatësisë e khutbe, sa me qenë e parë dhe sa e dyta, kjo është varësisht rrethonave, varësisht ato që eshen imami, është çështje më shumë relative, varësisht çu shpërdoret në atë popull. Por ndryshe nuk ka diçka për kufizim se sa e ka zgjat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kohë ose me minuta ose me orë ose me diçka. Këtë këto kushte deri tash i kanë nxjerr për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka praktikuar çdo. Edhe është falë në kohë drekës e ka falë xhumon, edhe vazhdimisht e ka falë, domethënë me dy hutbe. Për atë arsye është kusht që me qenë dy hutbe në ditën e xhumos. Pastaj kushti tjetër është el hurriye që përmendin vazhdimisht dietar, është të jetë i lirë, mos me qenë rob. E kjo sot në kohën tonë nuk vlen, mirë po e përmendi për shkak se disa hoxhallar kanë herë duke e bë qiyas që personin i cili nuk është i lirë, abdin, robin, mundohen disave me ja lehtësu që nuk e kiti obligim xhumon nëse ty shefi s'len për shembull më punu. A nuk është e nejtë vllazni, duhet me pas qartë. Ka argumente që pejgamberi sallallahu ka thonë el jum'a haqqun wajibun ala kulli muslimin illa al-arba. Xhumoja është vajib, është obligim për çdo besimtar përveç katërve, një prej tyre ka përmend robin. Edhe pse është diskutuar gjëra gjatë për çështjen e robit, jemi të fol. Për shkak të saktësisë hadithit, edhe për shkak të argumenteve të tjera që robi ka qenë i obliguar me fal. Mirë po çfarë po themi se robi s'është i obliguar veç me fal xhumon. Nuk mund është një person i cili sot nuk është rob, po është punëtor të dikush që e kem përmendur herën në dersin e kaluar që është punëtor me pak të dikush, tash me bë qiyas me ato. Për shkak se ky ka mundësi me gjetë një punë tjetër, qoftë ajo edhe me një rrogë më të vogël, që nuk ta ndalën xhumon. Domethënë e ka shumë sene tjera që nuk janë në përputhshmëri me ato që me bë qiyas një person i cili punon është punëtor të dikush me robin e asaj kohe. Për shkak se robi i asaj kohe s'ka pas drejt ai është konsideruar si moll. S'ka pas drejt ai patjetër ju ka desh me përgjigj zotërisë vet. S'ka mujt as më largu, s'ka pas zgjidhje ai tjetër. A sot punëtori ka zgjidhje me qindra. Kështu që nuk ja vlen me bë qiyas. Vazhdon shejku dhe thotë e përmend hadithin nga Xhabiri radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtahu washtadda ghadabuhu. Tash po I përmend disa sifate ose disa cilësi që kanë të bëjnë me stilin e ligjërimit që është mirë mi pas në këtë rast imami ose ligjëruesi kur të ligjëron hutben. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka mbajt hutben e tij, ligjëratën e tij xhumos, thot I janë skuqur sytë e tij. Thot wa ala sawtahu, edhe e ka ngrit zonin e tij, thot edhe I është shtu nervoza. Në mënyrë ka fol me seriozitet, me nervoz, ju ka bërtit kur I ka këshillu gjatë ligjërimit. Hatta ka annahu mundhiru jaysh, sa që kanë thonë sikur se është të na paralajmëruar se një
oshtri është në ardhja sonte ja nesër. Aq I fuqishëm ka qenë ligjërimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul amma ba'd fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. E përmend këto që jeni mësuar zakonisht I keni dëgjuar për ligjëratave për khutbeve që I mbajnë xhallar që janë pjesë e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çdo herë e që është mirë edhe mirë përkthyr. Çdo herë imami është mirë më apo me dije çdo çështje xhamatit që fjala më e mirë, fjala vetëm e përsosur fjala e Allahut Kur'ani, udhëzimi më I mirë, më I drejtë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, suneti I tij, gjërat më të rryera janë bidatet që janë dalalet, e këto e mësuam me ndëgju prej khutbeve që është prej sunetit. Pastaj është përmendur një transmetim tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falendëruar Allahun edhe domethënë e ka thënë këtë pjesën innal hamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu në fillim të khutbes, pastaj ka filluar me ato që u përmendëm më herët. Pastaj tjetër që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë khutbes tij me yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ato që ozon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa ai që Allah e ka lënë humbje, s'ka kush që ozon. Thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna tula salati ar-rajuli wa qasri khutbatihi mi'natun min fiqhihi. Ka thonë pejgamberi alaihi salam çështja e zgjatjes së namazit edhe e shkurtimit të tij, edhe çështja e zgjatjes së khutbes, edhe shkurtimit të saj, ka thonë është shaj e të kuptuarit të mirëfillt të imamit që ka mundësi me pas. Hadithi është në Muslim. Domethënë, këtë çështje I takon imamit. Çështja e zgjatjes namazit, edhe çështja e zgjatjes apo shkurtimit të hutbes. Edhe kjo I takon në një mënyrë është shaj e kuptimit të mirëfillt të fesë. Që do të thotë që e bën edhe zgjatjen e namazit, edhe zgjatjen e hutbes konform asaj që shkon me kohën ose I përshtatet xhamatit kohës tij. Nuk ja u zgjat shumë. Tash nëse filloj me praktiku 100% sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sunetit është me zgjat shumë namazin e me shkurtu khutben. Asad të na nuk praktikohet njëjtë. Kjo për shkak vllazni se të na nashta më rëndësish është me zgjat khutben, se xhamati ka nevojë me shtu dije ose me përfitu diçka, si sa me ja zgjat namazin I cili nuk marrin vesh kur gjallë përveç el-Fatihas. Por që ta është prej fiqhut të imamit me I kuptu që të gjëra mirë që me ditë sa me përshtat edhe çështjen e namazit edhe çështjen e khutbes. Kjo me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon wa yustahabbu an yakhtub ala minbarin. Edhe pëlqehet është mustahab që ai imami me ligjëru mbi një minber, mbi një vend I cili është më I lartë për arsye që mi pa të tjerë. Fa idha sa'ada aqbala 'ala an-nasi fa sallim 'alayhim. Edhe në momentin që ai hyp imami, kthehet ka njerëzit, ka muslimanët edhe I jap selam. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xhamati e kthejnë këtë rast selamin. Thumma yajlis wa yu'adhdhin al-mu'adhdhin. Pastaj imami ulet edhe thret ezani. E që kjo ka qenë praktik në kohën e pejgamberit alayhis salam, do të thotë veç me një ezan. Nuk ka qenë praktik deri në kohën e Uthmanit alayhis salam që më thirr 2 ezana që thirrën sot. Kohën e pejgamberit alayhis salam veç kështu. Janë ardhur sahabit, janë fal kush sa ka desht, prej sa herët kanë dashur. Pejgamberi alayhis salam ka dalë prej dhomës vet direkt edhe ka hyrë në hutbe. Kur ka hyrë në hutbe, ju ka jap selam. Me njëherë si ju ka jap selam, e kanë kthy selamin, pejgamberi alayhis salam është ul edhe ka thirrë ezani. Vetë që ky ezan ka qenë, s'ka pas ezan tjetër. Ezanin e dytë që sot praktikohet e ka vendos Osmani radhiyallahu anhu. Thumma yaqumu fa yakhutub, thumma yajlis, thumma yakhutub al-khutbata ath-thaniya. Pastaj zgjohet imami, e mban khutbën e parë, ligjëratën, pastaj ulet, po shon pak sa ulja sa nuk ka diçka, edhe vazhdon me khutbën e dytë. Thumma tuqamu as-salah fa yusalli bihim rak'atayn. Pastaj falet namazi edhe e fal
imami namazin 2 rekate, yajhar fihi ma bil qira'a, edhe e fal edhe pse është namaz ditor, e fal namaz duke qenë namaz me za. Do thonë me za el-knan el-hamid edhe me za surën pas el-hamid. Thot wa yaqra'u fil ula bisabbih bismi rabbika alladhi khalaq ya. Sabbih surën A'la, çush fillon ajeti? Sabbih bismi rabbika al-a'la, edhe në rekatin e dytë me ghashia. Do thonë çdo dy sure janë prej sunetit të këndohen në ditën e Xhumat. Me surën A'la në rekatin e parë me ghashia, në rekatin e dytë edhe një transmetim që ka te Imam Ahmedi në rekatin e parë me surën El-Jumu'a, në rekatin e dytë me surën El-Munafiqun, e që sheku i përmend koha do dobi pse bashkë me çdo sure pejgamberi selam e ka fal Xhumat. Sa i përket surës A'la edhe surës Ghashia, kjo për shkak se përmendet fadhakkir in nafa'at adh-dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Këtë këto ka tadhkir, ka përkujtim. Dhe ti përkujtohu, e që dita e Xhumos i ngjan për kujtimit të njerëzve. Njëjtë edhe në surën Ghashia përmendet fadhakkir innama anta mudhakkir. Ti përkujto se ti je përkujtues. Ndërsa sa i përket urtësisë pse pejgamberi selam e ka fal me ditën me surën Xhuma dhe me Munafiqun është që pikërisht në surën Xhuma ka zbrit ajeti ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au. O ju që keni besuar në ditën e Xhuma kur thirret thirrja për namazin e Xhumos, atëherë shpejtani. Do thonë pikërisht në këtë sure ka zbrit ky ajet. Edhe surën Munafiqun për shkak se në të ka përkujtim që njerëzit mos më u jap pas pasurisë, e që kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, ose pas vladëve duke e harru përmendjen e Allahut. Wa yustahabbu liman ata al-jum'a. Tash i përmend ato që janë të pëlqyeshme apo sunete për ditën e Xhumo dhe preferohet për ato i cili shkon në Xhumo që të pastrohet, të parfumoset, edhe të i vesh rrobat më të bukura që ka, edhe të shkon sa më herët në Xhumo. Këto janë prej suneteve që i përmend shejku. Sa i përket pastrimit, ka prej dietarëve kryesisht ata dhahiri që kanë thonë që është vajib gusli ose pastrimi në ditën e Xhumo. Edhe këto dietarët i ndan disa mendime, disa e kanë lehtësuar shumë, sa që kanë thonë ka diçka heq në çështjen e pastrimit. Si u pastrove, sikur nuk u pastrove, nuk është kur gjë. Disa tjerë kanë bo vajib apo obligim, e që e kanë shtrëngu fort, mirë po mendimi më i saktë dhe mesatar është që është sunet për suneteve të forta që muslimani me u pastru ditën e Xhumos. Kjo për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ghaslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pastrimi ditën e Xhumos është vajib për çdo person i cili është moshën madhore, e që fjala vajib në këtë rast është për qëllim sunet apo i preferuar. Kjo duke u mbështet edhe në një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi është Buharia transmeton Aisha, njerëzit kanë shkuar dhe kanë fal Xhumon varësisht çush ju kanë ardhur aty në rrethonat. Dikush u kanë të punuar atje në ar, dikush u kanë bujk, dikush ndërtimtari me rrobat të cilat i kanë pasur drejtu për xhami. Nuk kanë pas kohë që më shkuan njerë mu pastruar me vesh rroba të tjera të pas parasysh. Një tat rroba më vaki këtë vitin i ka pasaj. Nuk ka qenë mundësia si sot me ndrumi. Edhe ka pas rast ku i janë anku pejgamberit alayhis salam, ata cilët i kanë dëgju erat e këtyne që ku janë shku të latë të raskapitum ose të paveshur mirë ose të pluhurosur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë law ightasaltum, sikur të ishit pastruar. Në farë nuk i ka obligu. Ti kështon pastrahoni, atëherë i shkon obligim për më pastru ditën e Xhumos. Mirë po, këto duke u bazuar këtë hadith, dietarët thonë që është e preferuar, edhe tash kjo preferenca varësisht prej rrethonave. Nëse dikush vjen për shtëpisë vet për shembull, edhe ka ardhur me rroba normale, që as nuk i ndëgjohet era djerës ose diçka, atëherë
nuk mundesh me thonë që ky ka obligim. Mirë, po nëse dikush vjen prej pune, prej larg dikon sa që është njerëz shumë, është lodh dhe me tesha shumë të zhytme, që ka mundësi sot, për shembull, sidomos në kohën tonë moderne, kur e kemi tepinë e mirë, njerëzit veshën mirë, me iritu ose me neverit ato që ki pas afër namaz, atëherë këtina i thojmë pastro. Mirë, po a më apo vajib obligative, kjo është pak problematike. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Edhe ka ardhur në Sahihun e Buhariut të Muslimit, ku thot pejgamberi sallam, nëse ti i thu shokut tan, shuj ditën e xumos, atëherë përderisa imami është duke mbajt hutben, faqad lagaut, i bën që e ke humb shpërblimin. Në mënyrë e ke zhvlerësu namazin e xumos me hutben e tij komplet. Edhe një hadith tjetër në lidhje me këto, thot pejgamberi sallam, men masal hasa faqad laga wa man laga fala jum'ata lahu. Pejgamberi sallam thot kush do që i prek ose i lun me guraleca. E që është për qëllim që kohën e pejgamberit sallam xhamia ka nështruar sikur me zall. Nëse dikush habitet të lut me zall, përderisa imami është duke ligjëru, atëherë e ka humbur shpërblimin e xhumos. E kush do që ka humbur shpërblimin e xhumos, atëherë nuk ka xhumo për ta. Thot pejgamberi sallam. E që sot mund me bë qiyas me kohën tonë, dikush që habitet që lu me vija të tepijit ose diçka, ose në telefon ose diçka që e rrezikon me e prishtë ose me humb shpërblimin e namazit xhumos. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. Edhe përderisa pejgamberi sallam ka qenë duke ligjëru, një person është fut. Edhe pejgamberi sallam ka thënë a e fal? Ka thënë jo, ka thënë falhu, pastaj u lë. E që kjo është argument që personi i cili vjen pëlqehet për to, edhe është mirë që ai mi fal 2 rekate namaz për përshëndetje në xhamis, tahiyatul masjid, edhe nëse imami është të ligjëruar. Kjo sa i përket namazit xhumos, ndërsa sa i përket namazit të bajrameve, thot amara nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas bil khuruj ilayhima hatta al-awatiq. I ka thënë pejgamberi sallam, i ka urdhëruar që me dal me fal namazin e bajramit të gjithë njerëzit, saqë edhe gratë të cilat kanë qenë me menstruacione, edhe burrat, edhe gratë që kanë qenë beqaresha, vajzat e reja, fëmijët e gjithë. Ka thonë, yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin wa ya'tazil al-hiyad al-musalla. Ka thonë, për shkak se le ta shohin këtë hajr, këtë dobi që po bëhet, që është për qëllim festa e asaj dite, edhe që të përfitojnë prej xhumos, prej hutbes ditës bajramit. Edhe thot pejgamberi sallam, dhe le të largohen xhamive, vend faljeve, ato të cilat janë me menstruacione. E që është për qëllim në kohën e pejgamberit alayhis salam, vllazni, namazi i bajramit, po edhe tash preferohet me u fal edhe kjo në një vend të hapur. Sikur që praktikojnë sot të na nëpër palestra ose dikun, vende ku bashkohen këtë musliman, qoftë në qytet, në krahinë, sa më shumë që të mujtë. Edhe këtu pa dallim, edhe gratë edhe burrat, edhe gratë kanë sunet, për dallim për namazeve të tjera që se kanë preferuar me fare me dal xhami. As në xhumo, as namazin të vakteve me xhamat. Jo, në ditën e bajramit e kanë sunet edhe gratë me dal, edhe vajzat e reja. Saqë edhe nëse janë me menstruacione. Mirë po, tash po kemi parasysh se namazi i bajramit falet në vende të hapura, jo në xhami. Atëherë ato qëndrojnë aty me gra, kur vjen koha me fal namazin e xhumos e bajramit, ato largohen pas tyre që mos më fut namaz nëse janë gratë me menstruacione. Për ndryshe me u dal edhe me prezantu e kanë sunet gratë edhe në qoftë se janë me menstruacione. Kjo me dhejbin Hanbeli, me dhejbin Hanefi, nuk e kom lexuar në detaje, po ka argument për këto që kanë dalë gratë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë ka pas për rasteve që e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë që ka prej neve që nuk kanë mundësi me dalë për shkak se s'kanë rrobë që me vesh atë ditë.
Ka thonë pejgamberi selam, le ta marrin në rrob, le ta huazojnë për një shoqës ose të afërmit vet, ama gjithsesi më dal. E që ja për kuptu që në medhhebin Hanbeli namazi i Bajramit e ka dispozitën wajib, që do thot ai i cili e lën pa ndonjë arsye është mëkatar. Që medhhebin Hanefi nuk është. Medhhebin Hanefi është prej suneteve të forta, mirë po nuk është wajib. Kjo. Thot wa waqtuha min irtifa'i shams qaid rumhin ila zawal. Edhe koha namazit Bajramit është prej ngritjes së diellit sa një shtiz deri pak para drekës, deri te zawali, deri te zeniti. Kjo ngritja e diellit, edhe kjo dallon prej varësisht prej mendimeve dietarëve. Medhhebin Hanefi e falin 45 minuta pas lindjes diellit, se thonë qadru rrumh, ngritja e diellit sa një shtiz i merr kaq kohë. Hanbelitë dietar, shumica dietarëve bashkohor thonë 15 minuta për pjet lirisht mundesh me fal. Edhe këto ka video plot që dalin, është mirë me dal në shkretin ose dikon në bregdet, ku është rrafshin krejt, me vërtetu. Momentin që lind dielli, ti e vendos një shtiz për shembull. Edhe e shikon tash ti në drejtim me shtizën, edhe e shikon diellin. Përderisa është tash rrezet e tij është i lshu këtu, hala nuk është ngrit sa një shtiz. Përderisa kanë filluar rrezet e tij më dal mbi shtiz, atëherë është fut koha namazit Bajramit. Saudi praktikohet 15 minuta mas lindjes e përpjet. Që do të thonë hin koha e duhas, që mund të falë namazin e duhas. Në Kosovë, që mbështeten medhhebin Hanefi, është 45 minuta që është në takvim. Do të thonë prej aty fillon deri para drekës. Nëse dikuj i ka ikë çike kohë, atëherë e pret ditën tjetër në po të njëjtën kohë fal. Jo me fal mas dreke ose do të thonë e pret ditën tjetër edhe e fal nëse i ka ikë për raste të caktuara që ka mundësi. Më ndodh për shembull për fitër Bajramin çështja e honës, më qenë problem ose diçka që i kanë përmend dietar, nuk e ka pa honën ose është vënë deri mas dreke, e fal ditën tjetër, do të thonë masi ngritet dielli sa një shtiz deri para dreke. Wa sunna thot fi'luha fi as-sahra, edhe është prej sunetit që me fal në sahra, në shkretin, do të thonë vend hapur, në ambient hapur që më marr pjesë sa më shumë njerëz. Thot edhe prej sunetit është ta'jilul adha wa ta'khirul fitr, me shpejtu namazin e Kurban Bajramit edhe me e vonu jo shumë 10-15 minuta dallimin mes tyre namazin e Fitr Bajramit. Thot wal fitr fil fitri khasa qabla as-salah. Thot edhe po tregon e çka është fitr, që fitr do të thonë me prish mos për shkak se ditën e në Ramazan kemi qenë duke agjeru, ditën e Bajramit është prej sunetit që me e prish. Pejgamberi sallallahu nuk ka dalë me fal namazin e Fitr Bajramit pa i hongër 1 ose 3 ose 5 hurme. Që është prej sunetit që me hongër diçka para se me fal namazin e Bajramit, e Fitr Bajramit. Ndërsa çka është prej sunetit në ditën e Kurban Bajramit, këto përmend Burejde radiallahu anhu, thot kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yawm al-fitr hatta yat'am wa yawm an-nahr hatta la ya'kul hatta yarji' fa ya'kul min nasikatihi. Thot pejgamberi sallallahu namazin e Fitr Bajramit nuk e ka fal kur pa hongër diçka pa e prish, domethënë. E që prej sunetit është 1, 3 ose 5 që pejgamberi sallallahu zakonisht e ka praktikuar tekun. Ndërsa thot ditën e Kurban Bajramit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka hongër asgjë derisa ka hongër prej mishit kurbanit që e ka prej vet. E që është prej sunetit për Kurban Bajram mos me hongër ose ushqimi i parë atë ditë me qenë mishi i kurbanit që ti e prej. Kjo është prej sunetit. Thot wa an yatanadhaf wa yatatayyab, i përmend sunetet që janë përafërsisht sikur se ditën e xumë. Pastrohet, parfumoset edhe i vesh rrobat më të mira që i ka, wa yadhhab min tariqin wa yarji' min akhar. Edhe është sunet që me shku nga një rrugë dhe më kthy prej rrugës tjetër, e që sheku ka përmend dobi ose urtësi të kësaj që s'po i përmendim, mos humbim kohën, një prej tyre përmend ka argumente vllazni që kemi thonë që
Pejgamberi selam ka thonë, ai I cili shkon në xhami për çdo hap të tij, kjo është për tana namazin përgjithësi, namazin me xhamat. Për çdo hap të tij I shkruhet një sevap, I fshihet një gjuna, ngritet një gradë te Allah. Hadithi që ka ardhur është përmend vetë shkuar janë në xhami. Ndërsa dietarët thonë është për qëllim edhe kthimi për xhamisë. Se nuk ka mundësi tash ti më shku edhe veç me qëndru atje. Përderisa ti shkon në xhami, do të më marrësh problemin edhe ka kthehesh. Se të njëjtën rrugë ki më marr, për të njëjtin qëllim je shku, me të njëjtin qëllim ki më kthy. Domethënë shpërblimin besimtarit I llogaritet shpërblimi I njëjtë, çdo hap e ka shpërblim gjatë drejtë namazit me xhamat, sigurisht edhe shkon edhe ka kthehet. Tash, tek namazi I Bajramit, pse është sunet? Me shku ka një rrugë, me kthy ka tjetra, dietar kanë thonë, prej urtësive të saj është që me pas sa ma shumë vende që dëshmojnë për të ditën e gjykimit. Për shembull ka ardhur për kësaj rruge, kjo rrugë, ta hapa që ka buka kjo rrugë, inshallah dëshmojnë për të ditën e gjykimit. Kthehet tash rrotull për vendi tjetër, që është për sunetit që pejgamberi selam e ka praktiku, inshallah dëshmojnë edhe ato vende, të cilat ai gjatë kthimit të për namazit tek shtëpia. Fayusalli bihim rak'atayn bila adhanin wala iqama, edhe I fal imami bashkë me xhamatin 2 recate, edhe këto normal me zall, pa ezan edhe pa ikamet. Wa yukabbir fil ula me dhejbin Hanbali përmend se janë në recatin e parë 7 tekbire, në recatin e dytë janë 5 tekbire, në dhejbin Hanefi janë ndryshe. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, e që me sa herë që të merr tekbir namazin e Bajramit I ngrit durt. Wa yahmid Allah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bayna kulli takbiratain, edhe e falendron Allahun edhe që salat edhe selame në mes çdo tekbire që të na kjo praktikohet hiç, se I marrin tekbiret shumë shpejt. Me që normal për sunetit është që me falendëru Allahun ose me thonë subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, këto që kanë ardhur me thonë mes tekbireve ose me thu salat dhe selam mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të na zakonisht I marrin tekbiret shumë shpejt që nuk I ko me thonë këto hiç. Po nëse ki ko është mirë me praktiku. Thumma yaqra al-Fatiha wa sura, lexon surën al-Fatiha edhe një surë pasaj me zon. Fa idha sallama khataba bihim khutbatayn, edhe kur t'jap imam selam, atëherë I bën 2 khutbe. Për dallim në ditën e xumë, një herë I bën khutbet, pastaj namazin në Bajram është e kundërta. Një herë namazi pastaj khutbet, sigurisht në xumë. Illa annahu yadhkur fi kulli khutbati al-ahkam al-munasib lil-waqti. Edhe në këtë khutbe imami përmend dispozitat që kanë të bëjë me namazin ose me kohën që e rrethon ato. Në këtë rast, nëse është duke në fitër Bajram, fol për rregullat që kanë të bëjë me sunetet e fitër Bajramit. Nëse është për kurban Bajram, tash inshallah përmend edhe herë çështje, fol për çështjet që kanë të bëjë me kurban Bajramin, dispozitat e kurbanit e tjetër. Wa yustahabu at-takbir al-mutlaq lejlet al-Eid, edhe pëlqehet që vazhdimisht tekbiret të përgjithshme natën e fitër ose kurban Bajramit, wa fi kulli ashri dhil hijja. Edhe kur është në pyetje tek kurban Bajramit, është preferohet gjatë 10 ditëve me bë tekbire. 10 ditë e dhul hijjës, domethënë para kurban Bajramit, e dini 10 ditë e dhul hijjës me bë tekbire vazhdimisht. Ndërsa tekbiri I përkufizuar thot është ose I përcaktuar janë tekbiret që bëhen pas çdo farzi me faljen e namazit sabah ditën e Arafatit deri në namazin e ikindis ditën e fundit të jamit të shrik që I bën dita e 13 dhul hijja ose e 4 e kurban Bajramit, që mas çdo namazi që bëhen tekbiret që praktikohen të Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa sifatuhu thot edhe mënyra se si bëhet thot është Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Kjo është një prej tyre, ka tjera që janë me 4 herë tekbire, me 2 varësisht për transmetimeve, e që këto janë tekbire që mirën në ditën e kurban Bajramit. Sa I përket asaj që tha shejku edhe khutben
ose ligjëratën e tij e mon konform asaj çka përballet tash me të ditën e Fitr Bajramit ose fol për Fitr Bajramit ose Kurban Bajramit për Kurbanin. E kjo është çështje që e praktikon imami ato që e shet arsyeshme. E që unë mendoj vllazni që unë për veti që e praktikoj sa herë që më ka me fol Bajramin është që mendoj që është më e rëndësishme mja për kujtu vllaznive edhe muslimanëve tonë, më e rëndësishme është më fol për festat që ditë si sa për Kurban Bajramin ose për disa dispozita tjera, ose që flasin zakonisht për silet të rahim, dhe për vlerën e bashkimit të vëllezërve ose të dashurve, edhe kjo ka vendin e vet. Mirë, po më e rëndësishme është mja për kujtu muslimanëve që na i kemi veç qito dy festa, qito jenë tonat, në qito knaqë në mos lakmanin tjerat, e që fatkeqësisht që kjo zbohet. Sot muslimanët ditën e Fitr Bajramit edhe Kurban Bajramit e kanë marrë si ditë rëndëmt, e që runa zot edhe po largohen nga për shtëpi, shkojnë pushime që këtë kundër të sunetit, këtë kundër të udhëzimeve fetare. Për shembull, edhe kur të vinë festat e fundvitit si janë tash, Allahu na rujt, i japin zër edhe marrin pushim edhe më të rëndësishme i bojnë to, duke i harruar festat tona me të cilat na kemi argumente që s'ci lejohet besimtarit me festu asnjë festë tjetër përveç saj. E që edhe nëse është festë që i veshët Islamit, që janë do që i veshën Islamit si përmeni me emna, që ato ta rrezikojnë fenë çka nëse është festë që s'ka të bëj fare hiç me Islam. Pejgamberi selam e ka paralajmëruar që tonë që sot është na ndodh para 1400 vjetëve vllazni, e që paralajmërimi i tij për disa shajat kiametit është shaj në çmimi për ata që bin to. Le tattabi'anna sunnana man qablakum. Ka më pas për njerëzve që kanë me i praktiku traditat e popujve të mëhershëm para juve, hap pas hapi, plon pas plonë, çdo detaj kanë me i pasu. Sa që edhe nëse hinë në birën e hardhucës, dabbi ka ardhur në arabisht, le dakhaltumu. Nëse hinë edhe në birën e shtit dabbit që sa i hardhucës, keni me hinta. Që kjo hardhuca, që kjo dabbi, zdia ju ka ra me po live, është hardhucë me madhe si këto tonat. Dabbi, hahet mishi i saj, arabët e hajnë. E kanë një farë të furku me dy ksina, që e gjujnë shkretin edhe hajnë. Është kogja madhe me trup. Po hinë do vena thejhet, si kurse më konë edhe ma e hollë se sa gjartni. Edhe bashkë që to ka përmen pejgamberi selam që dietarët kur kanë komentuar kanë thonë se thehet edhe hinë në biruca aq të vogël sa që tash hadithi vazhdon. Sahabët e kanë pyet pejgamberin selam, e kush janë ata? A janë krishterët e Nesara? A janë krishterët e Jahudit? Pejgamberi selam ka thonë, e kush janë për vështile? Thonë që ata janë që keni ju mi pasu. As në detaje keni mi pasu sa që edhe nëse hinë birën e qitina që i bën çito leqet këtë timta, që ashtu kanë me vazhdu musliman. E që fatkeqësisht që thuja si kemi ardhur gjithë kohë që muslimanët të paktën ata që mënohet me rujt ose me qenë qëndrueshëm për balltine. E që është mirë me pas parasysh imami më ja përkujtu që do. Kënaqni ju me festat tuaja, lëni ato. Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Ka thënë pejgamberi selam, ai i cili ngjason një populli tjetër, çfarë do koftaj, ai është për tyne. E që musliman fatkeqësisht plot për tyne sot në shumë ngjasime, jo vetëm festa, po atje apo që festa është e rëndësishme vllazni për shkak se është ritual fetar edhe lidhet komplet me akiden. Eid rrjedh për fjalës ade, do të thonë është diçka që kthehet, që përsëritet vazhdimisht, çka në mënyrë ty ta tregon atë simbolin tan fetar. Tashti edhe nëse qiton nuk e mbron kur të vjen punat e feja jote, atë çka po met. Nëse ti qiton tash i ngjason feve të tjera, atë çka po met ti. Për atë është e rrezikshme çështja e festave. Allah është përbleft për dëgjimin, më bëni Allah për zgjatjen. Na ka mbetur edhe nën kapitull, do të thonë gjenazës, që me përfundu kapitullin e namazit, që me vazhdu pastaj me zekatin. I kemi dikon edhe 7 shtunë nëse s'gaboj para Ramazanit. Mu ishim inshallah 4 prej tyne mja kushtu zekatit edhe 3 prej tyne agjerimit.
Allahu ju shpërblet. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.